Tari dhe kolegu jo nga Keks Kosova sjell të gjithë historinë në dyshim dhe pyetjen që ende nuk ka përgjigje. A vrau dikush Hysen Haxhi Mustafën? Këtë çështje diskutojmë së bashku me të ftuarin në studio, kolegun ton gazetar Herolind Ademi. Kënaqësi të jesh me ne zotri Ademi. Faleminderit që je këtu. Në fakt një hulumtim që është transmetuar edhe në Keks Kosova për një ngjarje që me të vërtetë të lë pa fjalë. Pra, fillimisht gjithë historia u arsyetua se ka pasur të lashë shëndetësore. Po. Fillimisht familja për këtë personin fjalë Hysen Haxhi Mustafën e ka raportuar si i vdekur nga sulmi në zemër, shkaqe natyrore. Me 1 qershor të vitit 2021. Ashtu edhe ka konstatuar dhe mjeku i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Rahovec në atë ditë ku ka konstatuar që ky person ka vdekur nga vdekja natyrale. Po me këtë fakt nuk është pajtuar vjerri i tij, në këtë rast babai i gruas së tij, është fjala për vllaznim Bashën, i cili ka qenë personi i fundit jashtë familjes që ka qëndruar me të gjatë një ditë para. Domethënë deri disa orë para vdekjes së tij, ai ka qëndruar me to dhe ka treguar disa histori lidhur me probleme që i ka, që rrjedhimisht këtë person nuk e ka bindë që ky person ka vdek prej vdekjes natyrale të pos parasysh rrëfimit që ja ka kallëzuar ai paraprakisht. Dhe ky sikur kishte pra dyshime se i njëjti pra ka probleme për shkak asaj që kishte pohuar vetë ai dhe mund të kishte ardhur në një përfundim të tillë, siç tashmë po dyshohet. Po, historia është shumë interesante për faktin që tutje vllaznimi e ka thirrë vllaznimin në takim shehu i Rahovecit, siç tregon ai, për t'i treguar që dhëndri nuk ka vdekur për shkaqe natyrale, po ka pas diçka tjetër që ka ndodhur me to. Kjo ja ka shtuar edhe më shumë dyshimet atij. Si e dinte shehu? Shehu e dinte për shkak që vajza e tij, në këtë rast Djelza Shtavica, i ka treguar atij që burri nuk ka vdekur prej vdekjes natyrale, për sulmin në zemër, po ka një version ndryshe, një varje që fshihet pas kësaj ngjarje tragjike, vdekjes tragjike të Haxhi Mustafës. Tutje. Dhe si ta besojmë që është një varje tash, sepse këto komplikohen gjërat në këtë moment. Po, ta besojmë se është varje, e tregon edhe dokumenton raporti i autopsisë i mjekësisë ligjore që në 22 prill të këtij viti, vetë se ka kryer një autopsi, u është bërë varrosja në këtë datë dhe një ditë pas u është bërë autopsia e këtij personi që ka rezultuar me dëmtimeve të eshtrave të qafës, që sipas tyre mjekët ligjor kanë konstatuar që është lidhur me ditën e vdekjes dhe kjo është shkaktari i vdekjes së tij. Nëse dëmi ka qenë deri në këtë mas, i njëjti, supozoj, nga kjo që po flasim, ka pasur edhe shenja hematomesh në trup, gjërat që nuk duhej fare të hynte më pas edhe me syrin e lirë mund ta konstatojë nga lart. Po, pikërisht ky fakt. Si u fsheh kjo? Po. Personin fjalë që ka rrëfyer ekskluzivisht për ne këtë rrëfim ditën kur është thirrë që ka vdek dhëndri i tij, ka shkuar në familjen e tij edhe ka pa trupin e pajet të Hysenit edhe thotë që ka pa shenja të mavijosës në qafë, të cilat ato fillimisht e kanë bërë me dyshu, paraprakisht para se me i tregu shehu atij që e ka rrëfyer vajza e tutje. Tash ky ka marrë veprimet tjera që ka tentuar për me zbardh këtë rast edhe me paraqit faktikisht se çysh ka qenë. Ka bërë kërkesa edhe prej vajzës tij që me tregu të vërtetën të organet e drejtësisë, që sipas tij kjo ka refuzuar për shkak presionit që ka treguar edhe në gjykatë, atje në prokurorie në parashkresa thuhet që vajza tij ka pas presion prej familjarëve të burrit për shkak që nuk ka dashur me u zbardhë vërteta dhe tutje dyshon që edhe vajza tij është e inkriminuar në këtë rast në këtë veprim kriminal. Po fakti që nuk është deklaruar ajo e cila ka ndodhur e inkriminon në këtë moment të paktën komplet familjen, por ajo që mu bën përshtypje është fakti ta kuptojmë më shumë nëse ka qenë një vrasje apo një varje, apo nëse ka qenë një nxitje drejt vetvrasjes, diçka që të trija këto dënohen, e kupton? Po në këtë rast nuk mund të themi asnjërin prej tyre për shkak që janë gjetë tabulatet, celulari, gjërat e tjera të. Po, është interesant fakti tjetër që ka burime të para për këtij personi që në këtë rast vjerri i tij posedon edhe policia akoma nuk i ka marrë 2 telefonat e tij personal që i ka në shtëpi. Pra vjerri i posedon. Po vjerri i posedon. Edhe thotë që bëj kërkesë vazhdimisht te policia që me i marr e me i trajtu burimet që mund të qenë brenda telefonit që me zbardh ndoshta me ndryshu këtë rrjedhjen e historisë kësaj ngjarje. E ke pyetur ke pas mundësi të bisedosh me ndonjërin nga familjarët përveç vjerrit të personit në fjalë, të kuptosh pak më shumë se në qoftë se ishte një vdekje nga vetvrasja,
pse u proklamua se është një vdekje nga një atak në zemër? Po, ne kemi shku edhe te familja e të ndjerë, në këtë rast ka dalë njëri prej vëllezërve të Hysenit, i cili nuk ka dashur asnjë fjalë me tregu ose me thonë për këtë ngjarje dhe ka refuzuar kategorikisht. Madje kur e kemi pyetur se është një njohuri për autopsinë ose për procesin gjyqësor ose hetuesisë që është e zhvilluar në këtë rast, ai nuk ka pranuar dhe thotë që nuk di asgjë. Faktikisht na kemi informacione që ai është njëri prej të intervistuarve të prokurorisë, por qytetërisht nuk pranon. Është zgjedhja e tij, këtë rast nuk mundemi me zbardh. Nga analiza se natyrisht duke hulumtuar të rast, ne secili prej nesh nxjerrim nga një analizë në vete. Ka një tentativë të familjes 34 vjeçare për ta fshihur gjithë atë që ka ndodhur? Po. E që pra është sinjalizuar se në këtë rast është vjerri e jo familja e tij. Po, familja prej fillimit ka pas këtë tendencën për me fshehë vërtetësinë ose vërtetësinë e ngjarjes se si realisht ka vdek vllau i tyre, familjari i tyre në këtë rast. Po është shumë... Pse në fakt janë është larg kësaj? Dyshimet e vjerrit thotë që çish ka shpreh ky vetë në proces verbalin që e keni të prokurorisë, ky thotë që e kanë vrarë dy vëllezërit e tij, përfshirë babain. Tu e përfshi edhe vajzën e vet, që cila nuk ka vepruar asgjë për me lajmëruar ose... Babai në një farë forme po e përfshin edhe vajzën e tij, në këtë rast gruan e 34 vjeçare. Edhe vajzën e tij. Proces verbal janë shumë, ai jep detaje shumë tronda dhe akuza shumë tronda në drejtim familjes. E pasur në Kiks, besoj? Po, e kemi pasur. Ai thotë që është ngrej zvarr militar, është goditur me mjete tronda, sipas tij, gjithnjë sipas vllaznin Bashës, të cilat i ka deklaruar në prokurorinë e themelore në 2024 në maj. Po faktikisht gjykata nuk ka ndërmarrë diçka për me hetu këtë rast, për shkak që sipas vllaznimit që thotë nuk ka pasur burimet mjaftueshme për me ia vërtetuar atyre derisa ky ka bërë kërkesë për zhvarrosje në shkurt të këtij viti. Edhe tash prokuroria ka intervistuar familjarët, përfshi edhe vajzën e tij, që dikush prej tyre dyshohet që ka dhënë një version ndryshe që ka shtyr prokurorinë për me kërku zhvarrosin edhe për këtë vredhojë edhe ka... Se ta shohim materialin, do doja ta bëj edhe një pyetje, Rolind. A keni informacion në qoftë se ishin fëmijët, pra vëllezërit në këtë rast, vëllezërit e zotëriut të vdekur, ishin nga e njëjta nën dhe nga e njëjti baba, sepse pastaj këto konfliktet pronësore shpeshherë kanë ditë me na dërguar në këto situata. Po, sipas informacioneve, prindërit e njëjtë. Nëna sipas këtij personi që na ka rrëfyer ekskluzivisht, thotë që ka vdekur pas një kohe dhe ajo ka qenë shumë e turrënditur prej ngjarjes që ka ndodhur dhe thotë që njëra nga shkaqet e vdekjes së nënës së Hysenit ka qenë fakti se si ka vdekur Hyseni, që e ka rrëfyer për Kiksin. Le ta ndjekim këtë rrëfim bashkë? Copëzat të saj, natyrisht se gjithë materialin e gjeni të plot në kuadër të emisionit Kiks Kosova në YouTube. Ta shohim bashkë. Ishte qershori vitit 2021 kur Hysen Haxhi Mustafa këtu në Rauvec u raportua si i vdekur nga vdekja natyrale. Dyshimet mbi vdekjen e tij ngriti vet babai i gruas së tij, në këtë rast vllaznim Basha, i cili kërkoi që të bëhet një autopsi. Me rast rezultoi edhe me ekzaminime në maj të këtij viti. Por çka e shtyu realisht dhe cili ishte ky faktor i jashtëm që ndikoi në vdekjen e tij mbetet ende mister. Vdo ju, ja? Kemi interesuar për vdekjen e tij. A doni me fol për kamerën e Jo, s'ka nevojë për gjë. Edhe ti e kena ngër buk, kështu të kena nejt, dejnë mbrëmje. Ka ora 10, 20 qëtu t'jena arra vec. Edhe më kallëgjoj këtë rrugët që vllaznia e kanë rrej, 2-3 herë, kanë pas probleme të shtëpia, edhe i folshë që çdo kush ka probleme, edhe unë kam probleme me vllaznit, e kështu mu qetësu me këshyrë. Përshëndetim ka 10, 20, 10, 35, kom si mbrëmje, e lashtë e shtëpia. Hina në dhomë aty, Hyseni shkon shtryn, në farmer ka me një këmish, me patika, edhe kish pas një shenjë të madhe, si bëj kafe, si oranç, kështu e kish pas. Edhe veta qikën çka ndodh kjo, tha, ki ka dek për zemrës. Kohën, tu ishku koha, e në thiri she Medi sheu, po mas 3 dite, 4 shtut, tha që qika jeme u konë të aje vetë me nonën e dhondrit, edhe ja pas ka tregu që ki ka vra vetën, ka vjerë vetën. Edhe kjo, tha, mu mbill edhe kështut me metë. Mos me kallëzu kërkunja,
Kur edhe te shtëpia, tha çika jo, nuk është ashtut, ai ka drupi zemrës, po gështrojnë e kështut. Thash ti e konte ai që tregoi jo kështut. Edhe pastaj unë ka dalë, e mora një ofenziv me këqyrë se shka ndodhë. E vetë që gjinat, shkojsha, e lutësha me dale me folë për këtë rast, nuk do e ke kaj. Pas se e kohë, kom shku në Gjako, në Gjukat, te prokurori, krye prokurori, kom lip të e me shku, me djalin tem, edhe kena folë, kena kalzu rastin, edhe tha du me qunë Ravec, dush me shku me folë ati. Kom shku në Ravec milici, më kanë marrë pyetje, nuk e kanë marrë seriozisht, e kanë lënë punën qështut. Kom marrë një avokat, me avokatën tem bashkë një luft madhe konë, kjo, edhe kena ecë përpare me qëto gjukata, me qëto letra, kena shku në Gjakov, e kena qitë, e kena denuncu, e tani e kanë bërë zhvarosjen, që tash pasi ka arë kjo letra, zhvarosje ka të regu që ki nuk ka dek për zemrës. Sikur unë që e kom thonë në fillim, edhe qëtu ka dalë. Ky grup kriminali që e unë këta, si kriminali janë këta, unë e dishoj që kjo mos ka kalu me dikon mos se kanë zonë me njëri tjetër, ose me dhaznit e tina, se kjo pasi ka bo, nëse ka bo e vetë drasje, kishën thirë ta policien, a këpton me thirë policien, me hek policie, kush e hek e to, kush e gjujt e to gjurmat e mshefen ata, në qatë flak ati, kish dek pis zemrës, a këpton. Shumë vonë kom marrë vesh, vajza ime ka pa e parja, a këpton, vajza ime, ajo ka thirë ta pas kanë hek, kanë thirë, edhe dikon këta me hek ato, e kanë zhag e kanë ngre, e konkret dokumentat që e në thy, sa ati dorës, letrin ftimat, bankat e kartës, këtë janë copa që e kanë ngre zhag, ku me di shka kanë bo, kanë lujtë futbol me ato, mas njëre kanë thirë ta, kër e kanë qunë copë nëllë, mas njëre kanë thirë, au, ki ka tek pi zemrës. Në fakt, kemi shumë pyetje, por unë do të ta nisja nga kjo, nga fakti pse vjeri shkoj për të atakuar. A e thiri vetë viktima e ka thirur për ta kem, apo kam pasur një relacion të tillë që kanë shkuar shpesh të njëri tjetri? Po, kjo thot që vazhdimisht se vllaznem Basha jeton jashtë Kosovës. Vazhdimisht thot kur vi në Kosovë, e takoj isha në këtë rast dhëndren e tij Hysejnin, edhe një natë kemi pas diskutimet vazhdueshme, takim edhe afërsi shumë të afërt, komunikim shumë të afërt me këtë Hysejnin. Edhe thot një mëngjes, thot erdh i shqetësuar për më tregu për problemet që i kishte. Edhe në këtë rast thot që vajza e tij, në këtë rast djellza ka qellu në shtëpi kur ka ardhur edhe ai, edhe thot që e ka ndalu mos më tregu. E thot e kom marr gjatë ditës, e kom qenë në restorant, kemi hangur darkë, edhe aty rrugës më ka tregu për problemet që i ka, sipas tij gjithnjë, që i ka në familje. Edhe deri në orën 22:30 por që nuk i kishte treguar sakt për çka ka shkuar ditë, për çfarë problemi konkret me bisedu para dite. Në ditën kritike, kur janë taku këta, e ndal vajza e tij, pra bashkëshortja dhe vajza në këtë rast, e ndal nga biseda dhe bartën pastaj tek një bisedë të cilën e zhvillojnë në një lokal. Por aty me sa e posh nga materiali, komplet materiali, nuk është se i tregon sakt edhe Hyseni se çfarë problemi ka, por vetëm se i flet se ka disa probleme. Faktikisht thot që e kanë rrov vllaznia, apo rrov vazhdimisht. Nuk i thot diçka për një problem të saktuar se po ka ndodhur ose cilë është shkaku i këtyre problemeve. E thot që kë ka tentuar me ngushtu, duke i thonë që në shoqërinë tonë vazhdimisht kanë edhe vëllezërit tjerë probleme me familje, janë normale, në mënyrë që mi ja kalu këtë shqetësim që e ka pas kur ja ka tregu atë ditë. E qartë dhe në fakt mirënjohje për një prind të tillë, ndonse pra bëhet fjalë edhe për vajzën e tij në këtë rast, nëse natyrisht vërtetuan ndryshimet e tij, por megjithatë nuk fshih të vërtetën e tij nga ato që i din, pavarësisht pra lidhjes që ka me vajzën në këtë rast që është vajza e tij. Ai përmend një situatë, një mundësi që mund të bëhet fjalë për motive të ulta. E tha e pohoj vetë në deklaratën e tij. Pse i kishte lindur kjo ide? I kishte thënë pra viktima, dhëndrin këtë rast, i kishte lënë të kuptohet nga ajo intervenimi i vajzës së tij në këtë rast? Po, më shumë është bazuar tek arsyeja e mos insistimit të saj për mos me tregu ngjarjen, sidomos para tij edhe sidomos para organeve të drejtësisë që ky thotë që vazhdimisht ka tentuar që me u shmang deklaratave ose denoncimit
të këtij rasti në polici. Edhe indikacionet që ky ka marrë në ngjarje, në biseda mes grash, kur ky thotë që i ka dëgju pak a shumë të indikacione i ka pas që ka ardhur në këtë vergjën, po saktësisht nuk e dim as ne. Dhe ku ka mbetë tash ngjarja? Cilat janë pistat që po i ndjek policia e Kosovës, edhe çka duket më reale deri në këtë moment? Faktikisht tash duket reale që nuk ka vdek prej zemrës, po cilat janë pistat që po jetohen? Vetvrasje apo vrasje? Në këtë rast është hetimi i vdekjes, nuk ka asnjë të akuzuar. Vdekje dyshemt. Po e kanë cilësuar si hetimi i vdekjes, mbas edhe vdekje dyshemt. Kanë intervistu familjarë, sipas informacione burimeve që i kemi pas, kanë intervistu këtë rast Djelza Shtavicën, këtë vajzën e këtij personin që ka rrëfi për Kiksin, vëllezërit, familjarët në përgjithësi, edhe janë të zhvillu hetimet. Faktikisht na këtë autopsi e kemi siguru ekskluzivisht, edhe pse në pyetjet zyrtare që kemi dërgu prokurorisë kanë thonë që jemi në pritje, po e kemi siguru kështu përmes burimeve tona këtë autopsi. Ku është Djelza sot? Djelza sot nuk dihet se ku është, ka ikë nga qyteti Rahovecit, sipas babait të tij, babait të saj, në këtë rast edhe thotë që nuk e din vendodhjen e saj, edhe është në kërkim të saj për me taku edhe me nxjerr më të mirën prej saj, mbas edhe një rrëfim ose një dëshmi tjetër që mund me zbardh komplet rastin, sipas. Ndërkohë, kur pas ka folur për herë të fundit zotëri Basha me vajzën e tij? Për herë të fundit ka fol në vitin e kaluar, siç thotë ky kur ka shkuar me denoncu në polici, që ky ka insistu për me marrë Djelzën. Po kjo është Djelza, ka insistu me marrë bashkë Djelzën me të në stacion, kur ka dashur me shku me denoncimin, e thotë në atë ditë kjo ka ikë. Dhe prej atij momenti nuk edhe këto telefone thotë që i ka pas Djelza, edhe i ka fshin shtëpinë e tij gjatë kohës kur kjo e ka marrë në shtëpinë e tij, edhe nuk ka treguar që i ka ose i posedon. Ky ma vonë tutje i ka zbuluar që i ka fshi Djelza në shtëpinë e tij sipas tij. Dhe këto janë gjësandet që i ka pas viktima në momentin kur dyshohet të ketë ndruar jetë. Thotë se kur e kam pyet Djelzën çka ke kujtim nga Hyseni, thotë që kam vetëm një parfum. Tutje kjo thotë që kur i zbulova edhe dy telefonat edhe dhonat e tij, kuptova që kjo është të fshehtë diçka. Wow. Do të thotë askush deri tani nuk ka mbajt. Por herë parë mbas kësaj qesës i ka hop për ne. Këto telefona nuk janë marrë për në mënyrë hermetike, pothuajse të mbyllura. Wow, një ngjarje që të ngjarë më shumë në. Po, ne jemi në tentim për me pas një pjesë dytë këtij ulëmtimi, cili do të zbardh mbase do informacione shumë të rëndësishme në pjesën e institucioneve se si është trajtuar ky rast. Edhe mbase mos më rrëfy shumë. Saktë, sepse pyetja që shtruan në fillim, si është e mundur të konstatuohet se njëjti ka pasur një arrest kardiak, kur ka pasur gjithë ato hematome. Dhe zotëri Basha tha se ja ka vretur disa prej tyre, pra ky ka tentuar si duket edhe më herët që ta bëj aktin e ligë. Jo, në ditën e vdekjes, kur e ka po të vdekur, e ka parë me ato shenja. E ka parë më vonë, okej. Në këtë rast është hetu edhe mjeku i rastit i cili ka konstatuar vdekje natyrale. E kemi kërkuar edhe përgjigje prej tij, kemi lënë një numër telefoni, por nuk ka pranuar për me fol për këtë ngjarje. Erolind, në fakt pas ke bërë një punë të mrekullueshme në zbardhjen e këtij rasti, ne urojmë shumë që e njëjta gjë të zbardhet përfundimisht dhe që organet e drejtësisë të bëjnë punën e tyre më të mirë të mundshme. Të faleminderit ty për besimin që ke për programin ton, për t'i dhënë një hone edhe më shumë kësaj, natyrisht përpas gjithë asaj hone që është krijuar nga transmetimi në Keks Kosova, bashkë do të jemi edhe në pjesën e dytë të këtij ulëmtimi. Faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Faleminderit. Mirë, atëherë shkëputemi shumë shpejt me një shpizën, rikthehemi me një super personazh dhe do të flasim për një çështje jashtëzakonisht interesante.